Hakif Përvetica ose Luli, si që njohin banorët e tabeve të Llapashticës, ka ndërtuar një aeroplan. Ai ka huazuar 1.500 euro nga banka për të realizuar ëndrrën e tij, edhe pse fluturimi i parë nuk është ende gati. Vëllai, gjithë kom pas tërmen shto vetes me marua, me nëres një pëqen pun se thmik, shto i vogël, po erdhë koha edhe e marua. Fluturakja ka një motor fort për 1200 kubikëve, mirë po ka ende nevojë për punë para fluturimit të tij të parë. Ai duhet të ndryshoj helikën dhe të modifikoj kabinën e pilotimit. Ati gjithashtu i nevojitën edhe pajisje speciale për aeroplanin e tij. Të gjitha këto kushtojnë. Në shfaj, si bërë salit, si bërë mashinë, me qëto këmë punu. Se me pas alete më të mira, di që jemi bindën që 100% e punoj më mirë. Hakifi asnjëherë nuk ka mësuar pilotim, por ai është i vendosur që fluturimin e parë ta realizoj personalisht. E kësha provu i herë. Po jo shumë naltë ashtu që e pak kësha lëmë sot e shqumë mi tukë, me thëmë 7-8 metra, 10 metra me pas në i vendi kanë. Ta fa dhe me këshyqysh po shkanë, si që kanë mirë, e shqa që dhe më naltë. Hakifi është optimist se një ditë do të ngjitet në qiell me aeroplanin e tij dhe do të realizojë ëndrrën.